Ka startuar Forumi Ekonomik Ndërkombëtar në Tiranë, iniciativa e investimeve të së ardhmes, ku prezent janë edhe presidenti francez Emmanuel Macron dhe dhëndri Donald Trump, Jared Kushner. Në fjalën e tij nga Tkop, kryeministri Edi Rama theksoi se Zoti e shpëtoi presidentin amerikan Donald Trump sepse ai ka një plan edhe për Europën. Dua ta ndaj me ju këtë bindje që kur dëgjova presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të fliste për një epokë të ardhë që po afronte, ndjesia ime ishte që në fakt, duke i uruar më të mirën sigurisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që një epokë e ardhë mund të çelet edhe për Europën. Gjithçka do të varet nga sa shpejt do të mendojmë jashtë kornizës, sa do të veprojmë dhe të kuptojmë që në këtë botë ku çdo kush tjetër po bën të pamendueshme, Europa ka vazhduar të mendojë njësoj siç mendonte përpara këtij momenti të shfaqur në jetën tonë. Presidenti francez Emmanuel Macron ishte plotësisht dakord me kryeministrin Edi Rama sa i takon asaj që Europa duhet të çelë një fazë të re, njëjtë si Donald Trump premtoi epokën e ardhur për Amerikën. Jemi në momentin e së vërtetës. Duke ju referuar asaj çfarë tha Edi për historinë e Trumpit, që nuk është lajm i mirë vetëm për SBA-n, por edhe për Europën. Europa mund të arrijë pavarësi. Na duhet të zgjedhim partneritetet tona dhe të shohim varësitë tona. Me krizën në Ukrainë u ekspozuan edhe kostot. Pyetja për ne është: a do të bëhemi një fuqi globale e gjelbër e aftë për të mbrojtur veten? Kjo është pyetja që ngrihet për europianën. Përgjigjja duhet jetë po, sigurisht, por kjo është një fazë e re rrugtimit evropian. Sipas Macron, rajoni i Ballkanit Perëndimor duhet të kthehet në një hapësirë bashkëpunimi ku nuk ka vend për destabilitet. Fort se përtej Bashkimit Evropian kemi këtë Europë më të madhe, që janë Ballkani Perëndimor, Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, dhe kjo Europë më e madhe është vend me 650 mbi këtë milion banor që nuk merren në konsiderat as nga pikpamja gjeopolitike, as nga ajo financiare apo ekonomike. Le t'i integrojmë edhe më mirë këto vende. Le të punojmë së bashku për ekonominë, për migracionin, për mbrojtjen, për tregtinë. Në qoftë se ne e bëjmë këtë, integrojmë me vende shumë të qëndrueshme, pa luftë, pa destabilizim. Në qoftë se arrijmë një hapësirë më të mirë integruar përtej Bashkimit Evropian, dhe natyrisht që jam një avokat i antarësimit e mbylljes në 2027-ën, por kemi ndërkohë një mundësi të jashtëzakonshme të 700 milion banorëve për ta bërë këtë vend, këtë hapësirë të respektuar nga të gjithë.